Ngricat e fillim prillit, si duket, nuk kanë bërë dëm totalisht në pemët futore në Dibër. Disa nga varitetet e vona të qershisë i kanë shpëtuar akullit që i mbërtheu për 3 net me radhë. Medin Kryemadhi thotë se është përqindje shumë e vogël në krahasim me parcela që ka kultivuar me qershim. Ai shton se vetëm varietetet që çelin në këtë periudhë kanë arritur t'i shpëtojnë të ftohtit që mbajti pas rreshive të dëborës së pak javëve më parë. Medini shpreh se ai dhe vëllai i tij janë shumë të dëmtuar nga ngricat e fillimit të muajit dhe se me kaq sa ka shpëtuar nuk mund të nxjerrin as kostën e shpenzimeve që kanë për pemët deri në prodhimin e frutave. Kjo parcelë për fat të mirë pas ka shpëtuar 80%. Atëherë këtu unë disponoj 2 hektar qershi. Janë 8 varietete të ndryshme. Këtu janë një nga varietete që ka shpëtuar pak përqindje, kuptosh? Ka qenë lule, por nuk është komplet lulet me frut. Ka lule boshe domethënë. Nga 2 hektar qershi në 800-900 rajnë nuk kanë asnjë kokër. Domethënë janë 4 varietete. Xharet, kristalina, grestar e një varietet tjetër, domethënë Gordia. Nuk kanë fare, mund të kenë 5%, edhe 5% jo. Ki varietet ka shpëtu? Kurse ki ka shpëtu, domethënë pak përqindje ka. Nëse shif lulet ti si ka lulet plota pothuajse, ama frut nuk ka komplet. Frutin e ka 30%. Si mendoni sa do shkoj kilia qershive këtë vit të Dibër? Ta shohim se nuk ka qershi. Kjo mund të shitet, kjo më ushit, bëva ki 5000 lekë mund të shitet. Ta kokrat që janë. Se par vjet atë shitën. Edhe në treg. Se edhe par vjet ishte u prish. Vjet që ndrej çmimi ajo 100% prodhimi. Ta shohim sa do të spërkat janë tani. Unë jam të bë spërkatin e barit këtu. Këtu e kam caktuar me katastrofe, këtu qendrën, kurse këtu e bëj me pom shpinë, domthonë e bëj barin këtu. Domthonë se po ta lesh i bari bëhet kështu ushqim ka, plek ka sa dush, rritet bëhet. Për afërsisht sa kintal më të morish? Unë vjet kam bërë 22 ton, si mjet zbet 3 ton. Nga 22 ton që kam prodhuar vjet, si mjet po bëna një 3 ton qershia, nduli pak shpenzime dhe jem shumë i kënaqur. Rreshjet e dëborës së pak ditëve më parë kanë shkaktuar dëme të mëdha tek fermerët e qarkut Dibër, kryesisht në frutikulturë, pasi shumë pemë frutore i gjetin në lulëzim apo sa kishin nisur të formonin fruta.